Këtu do ende. Zonja Naçka, çfarë duhet bëj Berisha në këto momente? Se këshilloj dot unë Berisha ka provojë gjatë, por unë them leadershipi, se mbase zoti Berisha e ka vendosur, meqense do e mori partinë, e riktheu partinë, mund të ketë projektet e tij, nuk e di ç'projekte. Po ta vazhdoj. Ket pra Berisha jeni dakord me këtë? Jo, unë s'jam dakord sepse unë kam qenë e qartë dhe kam thënë. Unë jam përpjekur të shpjegoj një gjë. Nuk është faj i zotit Berisha. Çështja është shqiptarët nuk e pranojnë më. Dikush duhet ja thotë zoti Berisha, përderisa ti ke ikur nga skena politike me 1000 vota kundër, ti duhet të kuptosh që nuk mund të kthehesh dot. Ti je deputete, a merr pjesë në mbledhjet e grupit? Jo, nuk jam pjesë sepse nuk kam qenë pjesë e këtij projekti. S'kam qenë pjesë e këtij. Kush duhet t'ia thotë? Këtë duhet t'ia thonë leadershipi i vet në mbledhje. Leadershipi është fjalë e madhe, ne ma thuj. Këta, secili prej tyre. Kush? Thuj një. Këta, një grup, ka mundsi një grup. Kush? Krishnik Çollaku. Po them kot tani. Ti thot Krishnik Çollaku? Gazmet Bardhi, po. Madje unë tani Bardhi the i shpirt bukur i theti. Tani unë siç e mendoj unë tani çfarë do të ndodh në PD. Po. Çfarë do ndodh? Do të jetë vështirë zoti Berisha të tërhiqet, nuk ka për të tërhequr, vetëm nëse ka ndonjë projekt që ne nuk e dimë, se zoti Berisha gjithmonë ka një projekt B, nga ajo që mendojmë ne në PD. Unë mendoj që në shtator gjëra do të jenë shumë të qarta. Çfarë do të ndodh? Shumë larg është? Në shtator, para shtatorit jo. Në rast se nuk konstituohet 42 ushtarët e vet që kanë parlament, zoti Berisha nuk do bëj asgjë. Ushtarë janë ata? Pjesa më e madhe e tyre, po më vjen keq. Ai futi për ushtarë. Reshter, disa janë me grada kolonelesh, disa janë, po janë deri te reshteri, të gjithë reshter. Vjen keq. Vjen keq. Po nuk e di, më vjen keq. Më vjen keq. Atëherë duhet bëje, ka njerëz që duhet sakrifikojnë, unë për veten time e kam sakrifikuar mandatin. E kam pas ftesën për të marrë pjesë, kam thënë jo, sepse një njeri duhet detyrimisht ta thotë jo. Një herë, do vi një ditë thotë njeri jo. Unë kam thënë jo. Kam qenë qartë, jo, time. Kam sakrifikuar. Është ajo rroga e majme e deputetit? Nuk e di. Ti e ke sakrifikuar? Nuk e di. Tani, kam përshtypjen që një grup që po koalohet, që është projektuar më parë, por nuk mundi të merre i gjithi, po do të përpiqet, edhe për të dhilloj kredo politike, sepse është turpërim i madh ajo që ka ndodhur me këta, që ne shpresuam. Jo, nuk flas vetëm për humbjen, po ky grupi reformator që shkoi me gënjeshtra, edhe ai ka qenë një gënjeshtër. E ke fjalën për zotin Gjek Markaj? Për zotin Bardhi dhe shpurën e tij, që shkuan në mes, po shkojmë në mes, po në fakt ishin nisur për diku tjetër, po thanë mes vetëm për një lloj alibie që shifen e kështu. Pastaj në emër të demokratëve, nuk i bashkuan demokratët. Nuk bashkohen. Zoti Gazmet Bardhi? Shiko, nuk bashkohen demokratët pa një kuvend pajtimi demokrat. Kjo është e prerë që njerëzit thonë ndjesat e tyre. Që njerëzit thonë këtu, harruam, e sham fluturën, fluta do të harroj. E sham zotin Qafoku, do të harroj, do të falim secili. Pastaj mbi këtë, kur ne ta shohim njëri tjetrin në sy, që unë ta shoh zotin Bardhi, të kërkoj falje për këtë dhunë që pse s'ndodh? Është njerëzore falja. Falja është njerëzore. Po kërkon falje shqiptari o zonja Naçka tani? Edhe politikanë shqiptar. Do të qëndrojnë aty ku janë. Por shikoni, unë me atë që njoh tani këtë heroin tim. Prap, s'ka, unë e respektoj prap. Heroin po. Prap e respektoj. Kupton se me atë pjesën e tij është përpjekur të bëj duk dhe ai. Megjithse nuk është sjellje të vërtetë nëpër parlament, ta them si e mendoj unë, si spermatozoid i tërbuar. Nuk shkon. Ti je deputet, zotëri. Ti je kryetar grupi. Ke një armë të fuqishme të zgjosh shqiptarëve, të kthesh shpresë shqiptarëve. Çfarë bën ti? I shtyn njerëzit ti të hedhin flakadan. Ç'është kjo çet? Pikërisht ato që nuk duhet bënin këta. Ajo që jepte kredo socialistëve bënin këta. Kush i shtyn ta? Kush i mëson ta kështu? Po natyre, ndoshta shkolla, nuk e di. Po të mbetem te kjo gjë. Kam përshtypjen që zoti Bardhi po përgatitet. Një grup, po, në mënyrë janë duke pritur, kam përshtypjen që janë duke pritur nëse do të ketë ndonjë reagim. Ai humbi thellë. E ka moralin nëse ka ndonjë reagim nga zoti Berisha, nëse jo, nuk është di që në shtator kur të sigurohen të gjithë palët, se njëherë do sigurojnë mandatin njëherë. Keni parasysh, nuk bëjnë asgjë, por nuk sigurojnë mandatin. Po pse ç'mund të ndodh? Po sepse çdo gjë mund të ndodh, nuk e di çfarë mund të ndodh. Për shembull, do ta kalojnë me heshtje këta, deri do bëjnë analiza, gjëra deri në shtator. Në 10 shtator do të shohim se çfarë mund të ndodh.
Mund të ndodhë ka moralin nga Zmet Bardhi? Do ta gjej moralin se thotë, ky nuk po bën, unë nuk përpoqa, alibi, ne jemi mjeshtra për alibit. Po dhe ai thoni ju që me të tjerë fjalëvi me zotin Gjek Marakaj, me zonjën Tabaku. Nuk ka projektuar ai, po disa po prapë ai është lideri që do t'i kundërvjen Berishës. Ai mund t'i frymëzojë, ndoshta nuk e di. Po them grupi, nuk po them tani njëri. Tani, zoti Berisha sipas jush, si është futur në histori zonja Açka? Shiko, zoti Berisha e djatha në përgjithësi e drejtuar prej tij. Ti japim hakun bëri reformat më dha shpresë të madhe. Sigurisht që nuk arriti të krijonte një të djathtë, të qëndrueshme. Fakti që jemi në këtë gjendje, do thotë që e djathta nuk ka qenë e qëndrueshme. A ka qenë për shkak se nuk ka pasur një ideologji të qartë, një ndarje të qartë me të majtën? Ndoshta ka qenë dhe kjo. Ne s'kemi pas një ndarje të qartë me të majtën. E mbushëm partinë me lloj edhe të majtësh, apo jo? Ndoshta ishte momenti, po nuk u qartësum, nuk ka qenë qartë. Shikoni, edhe programin e vitit 2025 tani ka shumë nuanca të majta. Sigurisht që ne jemi në një stat shqiptarët e në një moment që ka nevojë edhe për një lloj, po them, të shkosh në basement, për basement, duam. Por nuk është kjo e djatha. Djatha ka tjera. Megjithatë them se zoti Berisha në një përqindje të caktuar ka dhe notat forta të drejtimit bolshevik të partisë. Po, që vjen edhe nga shkolla. Pse duan? Nga shkolla. Pse duan njerëzit pse? Sepse është votuar. Shiko, është votuar, po sigurisht është votuar. Njerëzit e duan sepse mbasen mesin e këtij leadershipi që ka Partia Demokratike, ti themi gjërat, ka më shumë karizmë. Është më i zoti, ai gjithmonë do të fitojë më shumë, mes tyre do të fitojë më shumë. Por çështja është ti vet deri ku shkon vet. Them se zoti Berisha ka një moment që duhet detyrimisht të reflektoj personalisht dhe ta drejtoj mbase vet këtë proces. Të mos gjej më një kukull tjetër, një manekin tjetër. Të mos gjej më një kukull tjetër. Ta let lirë. Jo, të jetë plotësisht proces demokratik. Pra, ata që mëtojnë të drejtojnë Partinë Demokratike, të mos jenë ca plastelina që ai ja ndryshon format si të doj, po t'jenë njerëz me botëkuptim, t'jenë njerëz me kulturë të madhe, të kenë karizëm, dhe këta duhet ballafaqohen me shqiptarët. Lulzim Basha do ikin Holland? Se di, po mbaroj vend. Unë me Lulzim Basha ta them dhe këtë gjë, që t'jeme e qartë fare në marrëdhënie me të, unë kam pritur në qershor të vitit 2024 që zoti Basha do të merrte një lloj përgjegjësie për atë grupin që mbajti, që është, nuk janë pak, pavarësisht votave që janë 20.000. Të mos harrojmë këtë dy partit kanë bërë kërdin me votat e vogla. Ti jemi të qartë. Sado kam përshtypjen, por këtë gjë është e vështirë të ta vërtetosh, por në marrëdhënien që kanë bërë të dy, në flirtin që kanë, të dy forcat e mëdha kanë qenë të interesuar të zvoglojnë, të shtypin forcat e reja. Kështu që unë dyshoj që nuk është 20.000 as zoti Basha, as Shqipëria bëhet nuk është aq sa është, as Bash nuk është aq sa është, as ai Shehaj nuk është aq sa është. Ju ku votuat zoj? Unë jam deputet e Partisë Demokratike dhe nuk më bëhet kjo pyetje. Sepse unë e kam vokacionin tim shumë të qartë. Jo, për partinë, votuat Partinë Demokratike? Po normal të votoj, unë jam deputet e Partisë Demokratike. Partia Demokratike? Po unë jam deputet e Partisë Demokratike. Vetëm parti po kandidat? Ja të shpjegoj. Unë jam deputete e Partisë Demokratike. Kam ndihmuar forcat e reja, kam qenë bashkë me forcat e reja, kam qenë e bindur që forcat e reja do ta çajnë sistemin që unë e kam parë se sa turpshëm është qepur në parlament. Dhe zaten, ky flirti që bën këta, nuk e di kush është Dorzani, se ka emra flirti ka emra, kush ka qenë ndërmjetës. Ai grupi i negocimit, që ishte një grupi i bashkëpunimit, që ishte ai grupi, ai ishte vetëm fasada. Gjërat janë mbyllur. Të mos harrojmë, zoti Qafoku, në parlamentin shqiptar është kryer një krim. Po e them, do të dalet te zoti Basha, çfarë mendimi kam për zotin Basha. Po këtu te e vërteta, domethënë shumica dhe pakica bazohen tek e vërteta. Që zoti Berisha ka shumicën në Partinë Demokratike, çdo gjë tjetër është gjë e qartë, nuk kemi pse të merremi fare këtë. Problemi është që nga shtatori i vitit 2023 deri në qershorin e vitit 2024 në parlament është bërë krim institucional. Nuk është njohur grupi parlamentar Partisë Demokratike dhe zoti Bardhi, pa qenë pjesë e Partisë Demokratike, pase iku,
ka qenë rreth themelimit, ka vepruar si kryetari i grupit parlamentar. Ky është krim institucional që ka ndodhur. Por ka ndodhur me vetien, me dorzanin edhe të zotit Basha. Pse? Do thoni jo. Sepse çfarë ndodhi? Që unë kam, to janë pjesë e dyshimeve të kësaj trajektore që mua ka filluar tani të hyj analizës, pse ndodhi kjo në këtë datë, pse ndodhi kjo, pse ndodhi kjo, se ka ndodhur gjëra të çuditshme. U ndryshua statuti i Partisë Demokratike, i kësaj partie, të cilën zoti Berisha nuk e mori parasysh më, po flas për këtë që ndodhi. Unë kam ndenjur te institucioni, se jam njëri institucional. Pra, në momentin që zoti Basha nuk ka vulën më, unë jam deputete, kam qenë deputete e Partisë Demokratike, nuk jam dakord me mënyrën se zoti Berisha e mori partinë në drejtim, nuk jam dakord me mënyrën se zoti Bardhi e mori drejtimin dhe mënyrën se si janë sjellur ata politikisht, kjo është çështje tjetër, pra refuzoj drejtimet e tyre, por ama jam deputete e Partisë Demokratike dhe kjo kështu do të dalë nga politika. Tani, kandidat kë votuat? Unë jam deputete e Partisë Demokratike, kjo është përgjigjja ime, nuk kam përgjigje tjetër. Ju keni votuar për... Ashtu. Tani, jo, kam diçka që lidhet jo vetëm me zotin Berisha, po edhe me zotin Basha. Tani, ju edhe njëherë e theksoj këtë, nuk e kuptuat zotin Basha që Berisha e vuri dhe pastaj ky zoti Basha pas ka bërë 100 skema? Unë mendoj se njeriu mëson nga gabimet. Dhe kur u kthye në korrik, në gusht, po e them tani të vitit 2023, më fani, mendova se ky ka mësuar, ka ardhur për mision vërtet, e kam besuar sepse besoj vetë misionet e mia, kështu që s'kam se të dyshoj të tjerët. Por, më vonë, sidomos ai 17 janari i përplasjes me dy kolegët e mi, në komision, ai më bindi që diçka nuk shkonte në këtë histori. Sepse unë doja të shkoja në parlament, të flisja në parlament, thoshte mos shkoni. Si të mos shkoj? E bët Luzin Basha si Kim Filbi o zonjë? Po pra. Amano se s'ka ata e kju Luzin Basha tani? Amanda një të Tani që ndodhi, në 17 janar, mas përplasjes, unë mendova që kjo ishte një ndarje e qartë e dy mënyrave të bërit politik. Pra zoti Basha kishte në dorë një akt që në fundit në ndante si psikologji politike. Çfarë ndodhi? Më nxori pas shpinës time, pa dijenin time, më nxori një grup zonjash të nderuara të partisë para kuvendit me pankartat bardha të shkrume që mos i dhunoni gratë. Kam pare. Dhe nuk i dija këtë gjë. Unë kam qenë në studio dhe zonja Alishani, kam qenë në studio duke shpjeguar, mi nxori zonja shka, po kjo, thash më fani, nuk e di, kjo është e topshme. Unë aty në komision nuk isha si grua. Unë isha kryetare komisiane. Isha kryetare dhe kam ato që kam bërë, ato qëndrim që kam bërë ka qenë qëndrim politik, nuk ka qenë qëndrim gjinor. Aty pastaj e kuptova, fillova, nga ai moment kam filluar të kuptoj që diçka nuk shkon. Edhe fakti që nuk dilte, nuk fliste, nuk bënte. Ku ke komunikuar për të fundit me zotin Basha? Unë me zotin Basha kam komunikuar për të fundit ditën ose 2 ditë më pas vulës, ku kam thënë që unë dua një mbledhje ku ne të nxjerrim përgjegjësinë. Përse ne na kanë lënë ndërkombëtarët? Pse ju nuk ju takojnë ndërkombëtarët? Pavarësisht alibive, jo më ka taku ky, shko bë fotografi para shtëpisë bardhe dhe shite këtu mes shqiptarëve se më ka ftu ky, më ka ftu. Është çështje personale, nuk hyj atyre. Çështjeve përgjegjësinë, pse na kanë lënë ndërkombëtarët dhe pse humbën vulën? Pse humbën vulën? Sepse amerikanët nuk shkuan, nuk u interesuan më. Si duket amerikanët dinin gjëra që nuk i dinim ne. Tani e kuptoj çfarë kanë ditur amerikanët. Zonjë, janë zhvilluar 11 zgjedhje parlamentare në Shqipëri. 4 i ka fituar, ose 4 mandate, themi, ka qenë Partia Demokratike dhe e djatha në pushtet, dhe 7 kanë qenë socialistët dhe të majtën. Si e djathë që jeni, tani ky popull është i majtë? Nuk është i majtë, s'mund ta them dot se është i majtë, po dhe ka mbetur më shumë i majtë. Kanë ikur të djathët. Me këtë raport që thoni ju, për shembull unë ju them një fakt të vogël. Djemt me cilët kam punuar unë, djemt të djathtë, pjesa më e madhe e tyre në vitin 2021, kanë qenë në 2021, kanë ikur pjesa më e madhe e tyre. Pra, ai që ka ikur, populli që ka ikur, po them, pjesa më e madhe kanë ikur të djathët. Kështu që natyrisht që në tretësirë kanë mbetur. Ju të djathët ikën gjithmonë, edhe 44 ju ikën. Nëse ka një gjë, domethënë, për cilën duhet ta gjykojmë zotin Berisha, është fakti që na i ka lënë
Nuk mjaftoj 47 vite në shpinë të majtët, po duhet dhe këto nga 30 vite, 34 vite demokraci, sa i bie tani, sa thatë ju, i bie prap në shpinë të majtët. Duke llogaritur zgjedhjet se janë dhe zgjedhjet e parakoshme. Do të thotë që ose kjo e djata është latyris shumë me të majtë, ose neve nuk i kemi mirë punët dhe ne duhet të kalojmë në një shkundje të fortë për një djathë të vërtet. Do me thënë, zonjë, me një llogari, në 29 vjet, 13 vjet e djatha? 13 vjet e djatha. E djatha, do të thonë 5 në raporti 2/3 me 1/3. 2/3 me 1/3, më pak e rëndë është. Tragjik është. Shumë tragjik është. Do të thonë, kjo është një Kjo është që duhet ose tani. Jo, unë po thosha që ju djathtë digni. Ose tani këta janë misionar të së majtës, ose këta janë të paaftë. Një nga dyja duhet ta zgjidhin këtë gjë shumë shpejt. Ky është ekuacioni që na mbetet ta zgjidhim shumë shpejt. A pati aftësi Partia Socialiste dhe Merit që fitoi? Merit jo, aftësi po, inxhinierim të tmerrshëm të zgjedhjeve po. Por, pranaj thash, kemi humbur dhe ne. Ata kanë fituar, por kemi humbur dhe ne. Se unë mund t'i falë inxhinierimin e 200.000 votave. 200.000 ore, nuk ndodh, po e them 200.000 votave, po 50.000 vota. Zoti Berisha do të merrte një vot më shumë se Lulzim Basha. Një. 300 e ca mijë më pak. Atëherë, nuk është e gjitha. Domethënë socialistët janë mjeshtra. Domethënë ta thash, ka 330 arsye që ata kanë ardhur në pushtet. Kanë bërë namin, kërdin. Por jo 300 e ca mijë vota. Jo. Domethënë, edhe vetë zoti Rama jam i bindur që është i tronditur. Pse ka ndodhur kjo? Këtë duhet të shpjegojmë ne shqiptarëve. Pse ka ndodhur kjo? Pse humbëm ne? Vodhi shumë, po pse kemi humbur ne? Qoftë dhe 50.000 vota, pse i kemi humbur? Jo nga forcat e reja, sepse është mëkat ta thuash këtë për forcat e reja si djova një deputet në tentativë. Një deputet në tentativë që i lisës të mbyllur dje i PD-s në tentativë që ka shkelur kushtetutën. Ai lloj kodi ka shkel kushtetutën, se ti nuk zgjidhesh, ti duhet të zgjidhesh me emër mbi emër, qoftë dhe një vot, do të zgjidhesh. Çan këto njerëz që fshihen mas listave. Do të thosh edhe ti ke qenë në listë mbyllur. Po kam qenë në listë, unë kam pas jetë partie. Kam pasur emrin tim. S'po flas pastaj sa mi vodhën, se s'po flas më është histori tjetër. Që edhe mënyra se si më 2.000 vota, mirë është 2.000, si 2.000 vota? Unë jam tronditur, në fakt 2.000 vota mora. Pra i kishin kalkuluar sa duhet e merrja unë, sa duhet i merrnin të tjerët. Ç'ky parti që vjedh vetë në vetë? Ç'ky parti që diskrediteton vetveten? Se Partia Demokratike vjedh votat e veta? Thotë mu votat e mia në Elbasan, në 2021 mi votën ato që morën shumë. Më vinin mua krushia ime, thoshin, atë japim me gjysmën atij tjetrit këtë. Po thoshun, po pse do t'ja jepni atyre? Po e se të marrë dhe ai çik shumë sepse kështu ashtu. A kupton ti? Të tilla historira, domethënë, që edhe romanet është e vështirë ti përmbledhin. Zonjë, si e parashikoni 4 vitet e ardhshme politike, Shqipërinë politike në 4 vitet e ardhshme? Shiko, zoti Qafok, unë kam bërë gjatë kohës së fushatës, kam takuar shumë njerëz, po shumë. Po thuj si kam rënë Shqipërisë qark cep me cep. Nga që nuk jam përfshi drejt për drejt, kam dhe i zërë që ti jesh aty dhe të mos përfshihesh si deputete. Dhe kam rënë Shqipërisë qështë për të zgjuar demokratët. Shqipëria e Jugut po thuj se është piketuar, e mbaruar. Do thotë, është ngritur një sistem. Lumi Vjosa, janë ndërtuar urat. Në Leskovikun që s'ka drita natën, kam fjetë në Leskovik që të kuptoj se çfarë ndodh more me njerëzit, me shqiptarët. S'kishte drita, zoti Qafoku. Kishin ikur njerëzit. Dhe në atë vend që po e kthejmë ne gati në shkretë të tjerë, është një gjë kaq madhështore, luksoze, s'ka rëndësi. Është një gjë e drejtë, ligjore. Po të them mentaliteti, koncepti, çfarë bëjmë ne. Edhe vini njerëzit për qark, nuk ulishim dot për një kafe në një gjë, dhe vini vetëm të huaj, turistë të huaj me lek. Edhe kjo ethja për të bërë turizmin elitar, do thotë këto duan, si që shohun Shqipërinë, si që projektojun Shqipërinë sot, që ta s'kujdesin për gjuhën, ta s'kujdesin për trashëgiminë kulturore, ta s'kujdesin për asgjë, fare. S'kemi kinemara, s'kemi teatro, ku shkojnë njerëzit?
Por kush ka njerëz me një qytet me 1 milion banor, vetëm 2-3 vende ka për t'u argëtuar. Unë dua kanë mbrëmje të caktuara që duhet të dalë të shkojnë në një koncert, s'ka koncerte, s'ka teatro, s'ka filma, s'ka gjë. Shkoj në kinema, janë filma aksioni, s'ka një gjë ku ti të ndjehesh qytetari një kryeqyteti. Nuk ka. Mirë, që të mbetem te kjo e para. Pra, mbaroi projeksioni i kësaj, është ndar, gjithçka është ndar. Po, Me këtë grupin e elitën, tash do të ndahet dhe veriu me paketën e maleve, ti dini fondin e maleve që sapo kaloi, do bëhet dhe kjo gjë, ky shtrimi, dhe këtu do të jetë një provincë e këtij grupi njerëzish ku tani janë 10 djathët, janë bashk. edhe biznesmen pra djathët? Absolutisht, janë bashk. Këta oligarkët, biznesmenët i kanë bashk. Këto i mbajnë, Mund të thoni emra? Po në pse emra nuk di, se nuk jam në prapavit të gjërave. Por e ndjej, aty që kam ndjerë në parlament, do thot për shumë ligje që kanë kaluar me lehtësi këta, janë ligje që janë me emra, të gjitha janë ligje me emra. Gjithsesi, pra, ka mbetur dhe kjo gjysma tjetër, edhe kjo është Shqipëria. Turizëm elitar, provincë një grupi të vogël njerëzish, dhe në rast se këta nuk shkunden, dhe dyshoj që të shkunden, nuk e dia do të flitet më shqip këtu në mbas 100 vitesh do të thit. Gjë më e rëndë që ka thënë zonjë. Jo, do ta them. Si. Që mbas 100 vitesh nuk e di, a do flitet shqip më në këtë vend. Po. Jo, kjo është trondice, kjo është Ja. kjo është kështu e ke ngulur në eshtër fikën. Edhe në qoftë se këtu do të flitet shqip, do flitet vetëm prej Kosovës, jo prej nesh. Se ne s'kemi bërë asnjë detyrë që të mbetemi shqiptarë deri në fund. Ju deputetë vazhdojnë të jeni akoma. Zotëri, unë i kam bërë gjitha. Edhe në këtë sakrifica, në këtë po them heqarkitje që kam pas me partinë time, jam përpjekur t'i bëj detyrat e mia personale. Jo, si deputete ti mund të shkundesh te kryeministri. Po. I kam thënë, të gjitha fjalët e mia i kam thënë, të gjitha klismat e mia i kam bërë, epike kanë qenë të gjitha, vetmitare kanë qenë, apo jo, siç e thatë dhe ju. Jo, unë e thashë që shumë vetmitare ke qenë. Por nëse sot neve nuk marrim masa për arsimin, trashëgiminë kulturore, për gjuhën, për kulturën, për teatrot, mbas 100 vjetësh nuk do flitet shqip? Nuk do të jetë vetëm me Bangladesha, me këto, do jenë vetëm provinca e këtyre, këta shqip do ta thonë shqipen si nostalgji të tyre, po këto do të jenë me këta se do ikin shqiptarët. Do të ikin shqiptarët. Se kontrollon njëri, se kontrollon njëri tregun, as për gjithësi, as për çmime. Më thuaj, pse ndodh kjo gjë? Sepse është uzurpuar. Jeta e shqiptarëve është e uzurpuar, e kontrolluar, është një diktaturë me lule. Është diktatura që është diktatura e paras, më e tmerrshme. Zoj, brenda pak kohësh në Tiranë janë mbajtur 3 samite i fundit në datën 16. A je jepni meritën e Tiranës për këtë gjë dhe edhe për faktin që për të vërtetë si ka organizuar shumë mirë? Po. Zoti Rama është njëri me estetik, i themi gjërat apo ja. Unë kur kam hyrë në çfarë viti ka qenë kur e ka bojatisur Ministrinë e Kulturës. Më thonë një vit. Më thonë një vit. Në 88. Po sepse ishte shumë shëmtuar. Në 99, se 98 po sepse ishte shumë shëmtuar. Më thonë e kishte bojatisur me ngjyrat kuqe, fota kështu po. E kishte bojatisur. Po kishte bojatisur, po. Më bëri përshtypje për mirë. Sepse unë e njoh zotin Rama në rrethana të tjera. E di që është njëri estetik, është normal, ti themi gjërat apo jo. Çështja është edhe zoti Rama, ata që e përkëdhelin, që duket sikur e përkëdhelin, që i thonë tani viti 2027 ande këteja. Ju besoni që ne do bëjmë? Janë palavra. Se nuk do bëjmë? E thon Macron. Po problemi është çfarë bëhet me standardet, po flas për standardet. Zonja, ai tha një fjalë që ne u gëzuam. Edhe para 30 sa, 27. Standardet, ku janë standardet? Më thoni standardet. Kam përshtypjen kur vi puna te standardet, ne do ta zgjasim një çik më shumë. Standardet që fillon nga drejtësia, që fillon nga çdo detaj, edhe trashëgimia kulturore, edhe mënyra se si vijnë deputetët, edhe mënyra se sa ajo që thuat në parlament ka vlerë, bën efekt. S'bën efekt asgjë. Ti zojesh deputete, po në vendin tënd do jetë Zeqineja, e Fierit. Mund të jetë gotë e mirë, Zeqineja nuk e di. Tash, pse di? Përdesha Zeqineja. Jo, problemi kush është, nuk e dim kush është, sepse Zeqineja më duket më Jo, Zoj, juve të njinim përpara se të bësh deputete, ose në sakt, më shumë je njohur si shkrimtare sa si deputete. Tani Zeqineja se kemi fare, ai mund të jetë Zoj shumë e mirë dhe nderuar në punën e vet, po Zeqineja nuk e di, prap shok do të jetë me Gazbardin që ushane u bën, prap bashkë do të jenë aty. Fyrë do bëjmë bashkë. Unë këtë e kisha problem. Si them, një nga arsyet që s'jam përfshirë është fakti që unë nuk rrija dot më në një sallë me këta, me dhunuesit e mi. Nuk rrija dot.
Kam qenë e qartë. Tani Gazbardhi me Zegjinen në një sallë, Janë në një sallë. E bukur. Në një sallë janë. Unë nuk rrija dot në një sallë. Unë nuk rrija dot në një sallë me dhunucet e mi. Kaq, se bëj dot. Zonjë. Po. Se ta mbyll dhe këtë se kam shumë rëndësi kjo që duhet të them. Për çështjen për çështjen e Zegjines, por më shumë më shqetëson është një personazh tjetër, një farë tërmet, se që është një që do të vijë ai. Kryetari i Bashkisë të Pelenës. Po ky zotëria nuk ka lënë të ngrihet një monument historik. I monumenti i Hormovës. Shikoni, e keni qenë në Hormov në monumentin e masakrës Hormovës? Se le ky njeri ta ngrihet. Nuk e le të ngrihet. Nuk e le. Pse nuk e le? Ky ka hyrë në gjunaf me të vdekurit, ky do vit rregulloj gjallët? Kush e ky? Çan këto më? Çan këto njerëz? Tani ka arsye pse nuk e le apo? Se si shton tani, siç më kanë shkruar ato që më kanë shkruar, që janë shqetësuarin çik ta grekët dhe nuk duhet që kjo masakër të dalë. Zotëri, kjo është historia çankëtore, çankëto. Mos janë të shit gjë këto. Pyesun tani publikisht. Mos është i shit ky zotëri të greku. Që na vjen parlament tani ky. Çfarë bë ky? Që nuk lejon ky të kujtohen 217 burra e gra që u therrën. Dhe më e bukur është se unë isha tani me qësi ishe 111 vjetori, unë isha a dit dhe u bëj një ceremoni, asnjë njeri nuk mori pjesë, përveç një grup veteranësh, njerëz të ndershëm që ishin vrarë familjarët, e dëgjova prralla që janë shitur, ato që u shiten shqiptarëve, që ka qenë ky, jo zotëri, ka qenë generali De Vere, holandezi, dhe fotografit e tij bashkë me raportin e masakrës janë në arkivën e konferencës së Londrës, që Akademia e Shkencave të Shqipërisë akoma se ka hapur. Edhe pse një familjari zotit Gjinushi është mes viktimave të Hormovës dhe se ka ngrit një herë zërin dhe se kanë zbardhur një herë të vërtetën. Shkojnë marrin fotografit, raportin e generalit De Vere e ta votojnë. Se kjo është e vërteta. Pastaj flasim për detin, flasim për gjitha, po kjo është këtu e vërtetë. Çfarë lloj kryeministri është Edi Rama? Sot qafo që bëj me ju këto biseda sepse ju njëri shumë i ndjeshëm për këto gjëra. Jo, se me të tjerë me bulmez që skuptojnë fare nga këto gjëra, unë i dukem atyre si UFO. Çfarë lloj kryeministri është Edi Rama? Narcist. Shumë narcist. Shumë. Në herë edhe jo se më vjen keq, nuk më vjen keq për zonjën Rama, për Linda bën, sepse unë kemi mbaruar një shkollë. Kemi shumë vajzë mirë, unë e njoh shumë mirë. Është ekonomiste. Të thoshit se si e keni njohur. Jo, është e njoh që nga fakulteti, kam njohje tjetër, edhe më pëlqen shumë me qëndrimet e saj, dhe them që ajo ka sakrifikuar diçka nga vetja e saj për të duruar një narcist. Ti je bashkëshorte e një kryeminist. Unë thash ti je bashkëshorte e një kryeministit do durosh, po kjo që thoni ju. Por zoti Rama se di, ju shpjegova Shqipëria që dyshoj unë, po vjen. Nuk është pak, është tronditse, afton? Por shpresoj që masi ka mbaru këto kënaqësit politike, po them gjithmonë, të mos bresim në nivele vulgare, kënaqësit politike që do bëj këtë të kthehet të kjo thelbësorja nëse do të hyjë në histori. Tani, Mehmet Çeu 27 vjet e 3 muaj, Edi Rama 16 vjet, Enver Hoxha 9 vjet 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet 1 muaj, Sali Berisha 3 vjet. 8 vjet. Po. Kjo statistikë është pa pyetje. Dua opinionin tuaj. E shpjegova pak që është çështje mentaliteti. Për shembull, ndryshe është kur ushqehesh me kalvinizmin, ndryshe është kur ushqehesh me pashaizmin, a kupton, ja dhe kjo lloj pranimi, dhe ne duhet jemi pak më refuzues, domethënë duhet hapemi. Them se tani shqiptarët kanë ndryshuar shumë mentalitet. Nuk është më ai adhurimi i njëshit që kemi patur. Kjo është pasojë e adhurimit të njëshit, të një kulture pashaizmi. Rama 16 vjet adhurimi i njëshit është kjo? Po pra. Por për mua, për shkakun kjo është shpjegimi që kam unë për këtë. Për shkakun unë ushqej ndryshe, holandezët janë ushqyer ndryshe, me një lloj transparencë tjetër që pritani s'ka god. Gat ka një tjetër, por gat në tokë këtu s'ka. Të gjithë janë të dërguarit e Zotit. Zoti është atje, larg, tjerët janë gjithë të dërguar dhe flasin me rreth. E ka fajin populli? S'jave dot populli të gjithë në një dosë të caktuar, por edhe ka fajin. Po sigurisht sepse se ka një teori po do tani, që e ka fajin ky populli. Jo, shiko, popullit është sepse nëse ti përdor një politik, një sjellje politike që popullin do ta kthesh në mekanizëm, sigurisht ai si mekanizëm do të veprojë. Nëse ti popullin në administratën e ndryth dhe nuk bën reforma që ajo të jetë e depolitizuar, sigurisht që do ta përdorësh. Frika e rumvreshti, frika është merri. Çështja është si ta vrasim frikën. Ky është i gjithë
Problemi ynë sot, si t'u avrasim frikën shqiptarëve, që të kuptojnë që vinë një herë në jetë, pra të kenë dignitetin, integritetin e vetë personal në familjet e veta, e dyta të mos shiten letë. Kaq. Si t'i avrasim frikën shqiptarëve? Politika ashtu i do. E kishit menduar ju Politika ashtu i do. Që Edi Rama do ishte në pushtet dy fishin, si kryeministri i Sali Berishës dhe gati dhe dy fishi dhe i Nuk e kam menduar kur kam hyrë, por tani e kuptoj. Përpiqem ta kuptoj tani. Pse do pushtetin Edi Rama? Shiko, do ta them me një shprehje të Adem Demaçit, që më ka thënë Adem Demaçi në një kafe tona, ka qenë në një nga promovimet e librave të mi, dhe takuam rastisht, kemi qenë Hotel Vjosën, që se mbani Hotel Vjosën mend, në hallin e Hotel Vjosës në 2013, para se të prishej për kokën e që nuk e di me kuj është, dhe më thot, takoj Albin Kurti sa kishte fituar 1% dhe ishte në negociata mbase të bënte koalicion për të hyrë në pushtet. Ja shiko tha, duan tha, të hynë çunat tha, duan të hynë çunat ta në qeveri tha. Më i bi, kështu, Ademi, është droga më e fortë që ka shpik njerëzimi pushteti. Droga më e fortë që ka shpik njeriu është pushteti. Kjo është. Mund t'i hapësh Edi Rama çdo drogë që thonë këto lart e poshtë, që s'm duket në çudi, po droga më e tmerrshme që merr Edi Rama është pushteti. Tani e vetme gjë që mund të bëj kapërcim është se do ta mbyllja këtu është për krijimtarinë tënde. Tani si deputete bëre një roman gjatë 4 vite ke shkruar? Jam shumë e lumtur që mbas datës 10 shtator do të jem më në fund në jetën time në shkrimtare në kohë të plot. Sepse jam tërhequr shumë lart e poshtë, kam folur, domethënë përveç veprave që dini zoti Qafoku, unë mund të kem mira faqe të folura. Jo, të folura. Se kam 35 vjet. Sigurisht. Mira faqe që as vetë si di ku janë si janë. Por dua të mbaroj, kam një libër historik që kam, por e pa them këtu te ju, s'ka arsye ta them diku tjetër, kam një libër kështu të shpejt, me penelata të shpejta politike, 50 shënime politike, parasetiki. Kështu e kam titulluar. Sa i bukur. Parasetiki. Kapa, direkt se dhe do ta botoj në qershor tani, e do ja çoj edhe në parlament, po. Penelata të lehta, jo libër i thellë. Se librin e analizës, kam një libër me analizë të thellë, ku i shpjegoj çdo detaj, që të metet në simas, sigurisht, me gjithë marzhin e gabimit tim në gjykim. Se jam unë gjykoj ashtu si gjykoj, me ndjeshmëri, ndoshta me një dozë ndjeshmërie. Aty janë përzierë dhe kujtime? Pak a shumë me në formë rrëfimi. Që të mos jetë një gjë. Historiografi ta shkruajnë historianët, unë s'jam e asaj. Unë shkruaj siç e ndjej, atë që unë e kam ndjer. Jo bëhet referencë. Po roman, sepse ajo është gjinia jote. Kam një roman të gjatë që më ka rrëmby vite të tëra. Nuk e dija që romani historik donte kaq shumë. Dhe kam e bindur që do të pëlqej sepse ta njoh nervin historik për 1914. Jam e mahnitur me 1914. E besoni zoti Qafoku, nuk ka për të ndodhur kurrë në historinë e Shqipërisë që në një ditë të caktuar të jenë aq shumë të huaj që nuk vinë për turizëm, po vinë për Shqipëri europiane. Më 7 mars 1914 dhe nuk ka ndodhur kurrë në aq metra katror sa ishte Durrësi, ti kthehemi Durrësit ishullor, që të mlidhen të gjitha mendjet shqiptare nga ishi nga sishi. Një densitet i mendjes shqiptare në 7 mars 1914. Dhe ato janë dhe panje filmike të para në Shqipëri. Ajo ditë nuk ka për të ndodhur. Ajo ditë nuk ka për të ndodhur kurrë në historinë shqiptare. Sa e bukur. Domethënë aty jam i bindur që dhe këta shembën konakun. Këta bastard. Si u shemb ajo? Këta bastard. Ky është Edi Rama pra. Ky është Edi Rama sa do të. Shembi Edi Rama. Jo. Edi Rama ishte kryetar bashkie atëherë? Edi Rama ishte? Jo, Edi Rama ka qenë kryetar bashkie atëherë. Po Vangjushi. Nuk e di pse po Rama me sa di unë. Zoti Gjushi që kryetar bashkie. Më falni, jo të mos. Rama ka qenë kryetar bashkisë Tiranës. Okej, Zoti Gjushi ka qenë kryetar bashkie. Zoti Gjushi. Këtë nuk e di, këtë nuk e di kush. Të mos i devojojmë gjërat, marrim përgjegjësi aty ku janë përgjegjësi. Jo flas për Ramën se. Jo vetëm që s'duhet ishte bërë veliera, po duhet ishte ngritur konaku ku ishte. Janë gjitha projektet, ngrije prap. Është historia jote zotëri. Historia e jashtëm. Europa jon përveç ato që i dinë gjitha, Europa jon fillon në ditë. Europa. Të gjithë mendjet tona europiane